Mbrenda qarkut Shkodrës jena prap, nuk kemi ikë, nuk e kemi tradhtu Shkodrën, mbrenda qarkut jemi. Për humor, ishte një aktivitet i jashtëzakonshëm, merite e bashkisë Pukës, merite kryetarit bashkisë Pukës, zotit Rokdoda, i cili në komunikimet që kemi pasur me të, ishte i disponueshëm dhe kishte gjithë predispozicionin që të zhvillonte një aktivitet me të vërtetë të suksesshëm. Siç e patë dhe siç e ndoqët edhe ju, dhe falenderoj shumë, aktiviteti ishte spektakolar, do thoja, me ndeshje të vërteta, me ndeshje të gjetura, me ndeshje të luftuara dhe fitoi më i miri. Fitoi Turbuni Pukës, i cili ka një vit e gjysëm që merr pjesë në kampionatet shqiptare të gjitha grup moshave dhe me merit të plot e dominoi këtë aktivitet dhe e fitoi këtë kampionat. Dua të falenderoj shumë edhe trajnerët e Turbuni Boks, vëllezërit Çekini, të cilët me punën e tyre në një periudhë vetëm një vjeçare gjysmë arritën që të shpallin dhe të marrin një titull kampion për moshat U19 që me të vërtetë është një arritje e madhe. Unë ju falenderoj shumë, faleminderit.